Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Sot unë do të vi me një recetë tjetër, e cila është ushqim me speca në ujë dhe krip. Është një recetë super e thjeshtë për të përgatitur. Gjithkush nga ne mund ta bëjë këtë recetë pa asnjë lloj hezitimi, nuk ka për të dështuar kurrë. Specat i kemi bërë gati, unë kam marrë 2 kg gjysmë speca, tani fillojmë që t'i përgatisim. Si fillim, do të bëjmë pastrimin e specave nga bishtat, gjithashtu edhe nga farat. Plus edhe pjesën e fije që ka brenda, po ta shihni ja. Hiqni sa të mundni, t'jetë sa më e pasur speca brenda. E shkundim dhe nga farat, që të bëhet speci sa më e pastër, dhe ja ku e pastruan specin e parë. Kështu do të vazhdoj për të gjitha llojet e specave. Unë këtë recetë në fakt e përgatis për ta pasur për rast festash familjare, po dhe për festat që janë zyrtare, festat e vitit të ri, krishtlindjet, edhe shumë festat të tjera. Sepse do ta shpjegoj këtë recetë më vonë për çfarë unë i përgatis këto speca. Siç e shihni, duhet ta pastroj mirë nga pjesa e fijeve që ka brenda, gjithashtu edhe nga farat. Pastrojnë shumë kollaj, këto lloj speca pastrojnë shumë kollaj. Duhet keni parasysh që speca duhet jetë lëkurë trash. E përfunduam edhe pastrimin e specave. Tani do të fillojmë të marinojmë me krip të gjitha specat që ne pastruam. Sa të bukura që janë, ngjyrën e kanë perfekte. I marinoj me krip dhe kripa duhet të jetë trash, sepse është shumë herë më e mirë. Të gjitha llojet e të ushqive që ne duhet të përgatisim, nuk duhet të jenë me atë krip në ovë, po duhet të jenë me këtë krip të trash. Është super. Unë e kam krip vendi, krip Shqipërie. Është super. Shihni si janë marinuar brenda gjithë krip. Kështu do të vazhdojmë të marinojmë të gjitha specat. Siç e theksova dhe më lart, unë e përgatis këtë recetë enkas kastile për të përgatitur për bankete. Si e përgatis? E përgatis me salcë kosi ose ajk. Në mungesë të ajkës keni salcë kosi dhe gjiza duhet të jetë gjizë e yndyrshme, sepse del e përkryer. E përfunduam edhe procesin e marinimit të specave me krip. I vendosim tavave nga një qese kuzhine sipër. I mbulojmë. E mbuluam edhe tavën tjetër, kështu që kemi gati. Do t'i lëmë në qetësi për 6 deri në 7 orë. Siç e shihni, janë mbas 6 deri në 7 orësh. Specat e kanë bërë procesin e tyre, i heqim qeset e kuzhinës që e kemi mbuluar të dyja tavave dhe do shikojmë se sa ujë na kanë nxjerrë specat. Shihni sa ujë kanë nxjerrë specat. I kullojmë dhe do t'i vendosim ashtu përmbys në një enë, si po veproj në këtë video. I vendosim të gjitha specat. I kemi kulluar specat, një pjesë të specave, dhe të shihni se sa ujë kanë nxjerrë. Kullojmë edhe tavën tjetër dhe i vendosim përmbys si vepruar me tavën e parë. Është një recetë shumë e thjeshtë, super e thjeshtë, ju ja thash edhe më sipër. Shihni sa ujë kanë nxjerrë. Tani do t'i vendosim të gjitha specat që i përgatitem. Do t'i vendosim në një enë qelçi. Unë kam marrë një enë qelçi 3 kg. Janë vazot të shkëlqyera. Kam kaq vite që i kam marrë dhe jam shumë e kënaqur, sepse më përpara unë i vendosja në vazo, kishe vazo 1 kiloshe apo nga ato të kompostove. Me thënë të drejtën më mundonin jashmase, po me këto kam gjetur shumë rahat. I vendosë gjitha shumë kollaj dhe bëhen në mënyrë perfekte. Unë vendosin e kam në në këmbë specat, sepse e mendova ashtu dhe ashtu i vura, i ngjeshim pak që të vendosen mirë dhe ngjeshim mirë. Dhe tani këto specat që ne na kanë ngelur, unë do t'i vendos shtrirë të gjitha. Shifeni sa bukur ja vendosur specat.
Siç e theksova, ju mund të bëni si të dëshironi. E vendosim specat e fundit, të cilët, siç e thash, i vendos shtrirë, që ti marri të gjitha. Dhe ja ku e përfunduam edhe vendosjen e specave në vazo. Shifni sa e kollajshme është kur i vendos të gjitha në një vazo, në një enë. Tani do fillojmë të hedhim kripën. Në fakt, unë në këtë mas enë qelçi, që është 3 kiloshe, kam vendosur gjithmonë në të gjitha llojet ushqime, kam vendosur nga 1 lug për kilogram. Do me thënë, kam vendosur vetëm 3 lug me kripë. Kurse këtu kam vendosur 4 lug kripe, sepse këto po i bëj thjesht në ujë dhe në kripë. Arsyeja është sepse unë do t'i përgatisi këto speca në një recet tjetër. I vendosim dhe ujin, ku unë këtu kam vendosur 1 litër e 750 ml ujë. Po nuk është e thënë. Varet sa do i marri vazo që ju keni. Rëndësi ka që specat duhet të mbulohen plotësisht me ujë. E tundim pak, e lëm pak që ta thithin dhe specat ujë, për ta plotësuar përsëri me ujë. I vendosim të 2 kapakët për ta tundur pak enën e qelçit, që kripa të përhapet në gjithë masa me specave. E bëjmë në këtë formë. Është mjaftueshëm. Tani do të hapim kapakun dhe do të shohim që e ka ulur pak nivelin e ujit. Vërtet e ka ulur, siç e shihni edhe vetë, e tundim dhe pak që uji të zbresim më poshtë akoma dhe i hedhim përsëri ujë deri në sa të mbullohen. I vendosim një mbajtëse për të bërë ndalimin e specave që të dalin sipër. Do me thënë të zhyten plotësisht në shëllim. I fshim pak buzën vazos dhe do të vendosim të 2 kapakët. Janë vazot të shkëlqyera. Po i gjetët i merrni se janë fantastike. Sidomos vulosja e këtyre bëhet shumë e mirë me këto 2 lloj kapakësh. I vendosim dhe kapakun kryesor. Dhe ja ku e kemi recetën të përfunduar, siç e shihni, specat i kemi përfunduar. Është një recetë super e thjeshtë, e kam theksuar dhe më lart. Vazon do e vendosim në një kanal dollapi, ku të jetë në errësirë dhe do e lëm derisa në momentin ne na duhet për të përdorur atë recetë që ju thash më lart. Dimërofshim shëndetshëm dhe mirë takofshim në videot e radhës. Dhe faleminderit shumë që më ndiqni. Do takohemi përsëri me këtë recetë të specave, ku do ta përgatisim për rast festash me salcë kosi, maz ose ajk dhe me gjizë të mirë, që të jetë e ndryshme dhe del një recetë perfekte. Deri atëherë, mirupafshim.